Ethet elektorale kanë përfshirë partitë politike, të cilat brenda së mërkurës duhet të paraqesin në KQZ listat e kandidatëve për deputet. Në kampin e socialistëve, Edi Rama ka paralajmëruar të sjellë një uragan, duke integruar të rinj në listat e mbyllura dhe duke lënë deputetët me eksperiencë të garojnë me njëri tjetrin në listën e hapur. Një nga personat e lakuar në media, si prurje e re në listat e kandidatëve socialist, është edhe ai zëvendës ministrit të energjisë dhe infrastrukturës, Ceno Klosi, që rezulton se mund të jetë i dyti në listën e qarkut të Fierit. Kandidatura e Klosit, një emër i shumë përfolur, çuditi shumë kënd në radhët e Partisë Socialiste dhe në opinion, duke qenë se ai është nën hetim nga prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Ceno Klosi po hetohet nga SPAK për 4 vepra penale: korrupsion, shpërdorim detyre, mashtrim dhe falsifikim dokumentash. Ceno Klosi është një prej zyrtarëve besnik të ministres së infrastrukturës Belinda Balluku dhe ai ka shërbyer në disa funksione, duke lënë pas dëme të konsiderueshme financiare. Ai është në hetime të thelluara nga SPAK pas 2 kallëzimeve nga opozita për afera të ndryshme korruptive në institucionet që ka drejtuar. Pikërisht për këto afera të dyshuara, në fund të tetorit të kaluar, Klosi u mor në pyetje nga prokurorët e SPAK-ut. Edhe një institucion i pavarur kushtetues, si kontrolli i lartë i shtetit, ka zbuluar abuzime marramendëse nga Klosi, kur ai ishte në krye të tatimeve, në OSHE dhe në Agjencinë e Ujësillës Kanalizimeve. KLSH-ja ka rekomanduar shkarkimin e Klosit, por ai është marrë në mbrojtje politike nga zëvendës kryeministra Belinda Balluku. Dhe pikërisht, për t'i përforcuar këtë mbrojtje politike, Balluku synon të marrë me vete Klosin në listat e kandidatëve të Partisë Socialiste në qarkun e Fierit. Askush nuk e di çfarë kontributi politik ka ai në Partinë Socialiste, dhe pse Balluku synon ta përfshijë me forcë në listën e kandidatëve të 11 majit. I vetmi kontribut që Ceno Klosi mund t'i ofrojë partisë në pushtet është përfshirja e tij në ndikimin e zgjedhësve shqiptar për votën e tyre. Ceno Klosi nuk ka asnjë lidhje organike me Partinë Socialiste dhe ai do të ishte një faturë e shtrenjtë për të paguar nga socialistët në këtë qark.